Simptoma më tipike e refluksit është urthi. Urth në kupton djegja e ezofagut, e cila mund të shoqërohet ose mund të ndodhi në përgjithësi pas ngrirjes së ushqimit. Por kjo simptom kryesore mund të jetë e shoqëruar edhe me simptoma të tjera, të cilët mund të jetë ndjenja e pengesës së kalimit të ushqimit në ezofag, ose dhimbja ku kalon ushqimin në stomak. Simptom tjetër mund të jetë kthimi i përmbajtjes së ushqimit nga stomaku drejt gojës. Por kjo simptom tipike ndonjëherë dhe mund të mungojë. Rrallë mund të ketë simptomat të tjera jashtë uvitërethës pa prezencën e urthit, siç janë simptomat e tjera ekstradigestive, siç është diskomforti i fytit, që do të thotë një ndjenjë bezie në gryk, ndjenja e qërimit të fytit, kolla, lemza, prishja e zmaltit të dhëmbëve nga ana e gjuhës, ndonjëherë është edhe diskomforti gjoksor, ndonjëherë edhe shtrëngimet nga ana e zemrës. Domethënë, këto dy grupe simptomës janë simptomat të cilën e detyrojnë të sëmurin të shkojë te doktori.